temë trajtimi i përbashkët për sot, që është përcaktuar si vlerë e tematikës ose përmbajtjes që ne do ta diskutojmë, ka të bëjë me pozitivitetin. Në përgjithësi, problematikën që ne do ta trajtojmë si të tillë në kuadër të pozitivitetit, pa më dyshje që në fillim duhet theksuar se janë ato pyetjet kryesore se çka paraqet pozitiviteti, çka është përmbajtja e tij, cilët janë komponentat që e shoqërojnë pozitivitetin tek një njeri, çfarë porosish mund të jepen lidhje me këtë problematik, pa më dyshje që do jenë ato sekuencat kryesore apo dimensionet e temës që ne do ta trajtojmë si të tillë, të mbështetura në vlerat, po e them, shkencore psikologjike, pse jo edhe duke ndërlidhur të njëjtën me komponentat të caktuara të cilat kanë vlerat fetare, besimore që ne i shohëm si të pandashme njëra prej tjetrës si të tilla. Në përgjithësi, mënyrat nuk themi të testimeve, po her pas her të marrjes së opinioneve prej njerëzve kur është në pyetje pozitiviteti, ajo që bie në sy është se këto mënyra të matjeve, të marrjeve të opinioneve, në përgjithësi tek njerëzit shkojnë prej asaj pikës që njerëzit të cilët gjenden përballë një dileme, të themi, që ka të bëjë me një gotë, në radhë të parë ne themi gjysmë të plot e dikush që e sheh gjysmë të zbrazur. Dhe është një prej atyre hyrjeve që ne e shohim si të rëndësishme për ta përmendur, vetëm për faktin që personin që e kemi përballë të ketë mundësinë që këtë perceptim, këtë mënyrë të menduarit rreth një tematike, po e themi sa personale, po aq edhe shoqërore, siç është në këtë rast pozitiviteti ose ruajtja e pozitivitetit në sferën e optimizmit, këndvështrimeve, vetrespektit, vetbesimit, që ne i shohim si komponenta të pandara njëra prej tjetrës. Aty ku fokusi jon do të jetë i përqendruar në fillim është që të kuptojmë se truri i njeriut është sikur një copës e sungjerit. Dhe ajo copës e sungjerit di të thith gjërat të cilat i ka përballë vetes. Qofshin ato fenomene pozitive, negative, qofshin ato të themi trajta të një-anshme, të dy-anshme, apo edhe në formën e mënyrave të shumta të tilla, në këtë nënvështrimin e kësaj që ne themi se truri i njeriut pse thith gjëra të caktuara, përqendrimi jon është i fokusuar dhe i mbështetur tek fakti që ai i cili e njeh veten, ai i cili di vlerat që posedon, ai që ka komponentën e vetbesimit shëndosh, ka vetrespektin, ka kompetencat e tija të cilat në një farë forme i japin mundësinë e krijimit të një përshtypjeje objektive, origjinale, lidhje me atë se çka paraqet ky pozitivitet. Në përgjithësi, nëse njeriu fokusin e tij e ka tek ajo që të mendoj në mënyrë pozitive për ngjarjet, për themi eksperiencat, për përvojat e tija që i ndërton në jetën e përditshme, ajo që duhet theksuar në këtë vijë është që të jemi të hapur, apo për të pranuar dhe për të akceptuar të njëjtat, jo në formën e sprovës, por në formën e pasurimit të thesarit që ne e posedojmë si të tillë. Mbaj mend se në leximin e veprës së Abraham Maslowit, drejt qenjes, apo kam hasur në një pikë në të cilën ai i referohet një realiteti, apo të themi një dileme të cilën e zhvillon me vetveten, kur është në pyetje gatishmëria për të përballë me sfidën edhe për ta marrë të njëjtën si mundësi e mbindërtimit të personalitetit të njeriut, në atë pikë thotë që kam frikë se mos vallë do jem në një situatë ose në një gjendje ku
ajo që ka më sjell jeta nuk do e kem energjinë e mjaftueshme për ta përballuar të njëjtën. Këto, po e themi përvoja, këto ndërtime, këto koncepte të cilat psikologjia edhe psikologët në përgjithësi i trajtojnë si këndvështrimin të cilin ne e kemi prirjen tonë për ta parë atë anën pozitive, për ta parë anën e dobishme, për ta parë anën e frytshme të njeriut, pa më dyshje që një prej referencave kryesore të cilave ne ju drejtohemi është edhe Viktor Frankl, apo vepra e tij gjetje e kuptimit ose kërkimi i kuptimit të jetës, të cilën paramendojeni, do të thënë një person i cili jeton në kushte të Auschwitzit dhe e kultivon shpresën edhe bindjen se do kaloj e njëjta dhe ka një pritshmëri pozitive lidhje me atë se çka do sjell e nesërmja, pa më dyshje që në këtë prizëm të kësaj që ne përmendëm njeriu fokusin edhe përqendrimin e tij, të themi të vëmendjes, të ndjesive, të mënyrës se si ai e percepton veten, ta ketë të përqendruar në gjërat apo në vlerat që i posedon, me siguri do e ketë më të lehtë edhe do e ketë më të mundëshme që të themi ankesat, pikpamjet, ose të themi negativitetet, apo të themi sprovat të cilat mund të njeriun ta ballafaqojnë ose ta hasin në jetën e tij, krejt këtë e ndërtojmë prej pikpamjes që unë i vetëdijshëm ose një person, në këtë rast mund të jem unë, mund të jetë ty, mund të jetë dikush tjetër, personi tret, përqendrimin ta ketë tek themi mirësia e vetë momentit, tek fakti që po frymoj, tek fakti që apo zemra po pompon ato 5 deri 8 ton gjak në 24 orë, për faktin që veshka ime për 100 gramëshe ka mundësi të bëj pastrimin e 4.000 litrave ose 4 ton gjakut, edhe atë përmes atyre 2 deri 4 milion filtrave që janë të pakrahasueshëm me atë çfarë mund të ofroj një aparat i dializës si i tillë. Krejt kjo më jep arsye shumë të fuqishme që unë, si person i cili kam vetbesimin e duhur, i mbështetur edhe në atë, edhe i dorëzuar edhe asaj pjesës hynore, transcendente të cilën e shoh të kultivuar brenda meje me vetmin qëllim që ta ruaj natyrshmërinë si të tillë proces që e kam, por dhe brenda pjesës emocionale të personalitetit tim që është ndërlidhur me vetrespektin, por dhe brenda asaj se çka posedoj unë në kuptimin profesional, në kuptimin njerëzor, në kuptimin ideor, sepse gjithmonë thuhet, ai person që ka një arsye për të bërë diçka në jetën e tij, një kauzë, atëherë shumë të lehtë ka për t'i përballur sfidat, pengesat, apo eventualisht edhe përvojat ndoshta të paparashikueshme të cilat mund ta gjejnë në jetën e tij. Nga ky prizëm, themi që diçka për të cilën njeriu mund të ketë nevojë, është pjesa se me kë shoqërohemi, çfarë idesh përkrahim, a kemi kauzë në jetën tonë, a kemi një arsye të fuqishme për t'i thonë apo për t'i dhënë përgjigje pseve tona të mundshme të cilat i kemi të shoqëruara në jetën tonë. Nga ky prizëm mendoj që pozitiviteti pse shihet si komponente pandashme, edhe pse duhet në mesin e kësaj katrahure, po e themi, këtyre sfidave të digitalitetit, të IQ-s, të inteligjencës artificiale, të ChatGPT-s, pse duhet njeriu ta ruaj originalitetin e tij edhe të ngel vetvetja. Në këtë kuptim mendoj se këtu është i përqendruar i tërë potenciali njerëzor, e tërë vlera besimore që e ka një person. Paramendoni, ajo vlerë besimore për të cilën ne flasim, është diçka e cila të gjithë neve, apo mua në këtë rast personalisht, më mëson se, thot kështu, apo edhe nëse je në oqeanin më të madh të mëkatit, filloje me ndërtimin e ishullit të sevapit.
Do të thënë, një pikpamje e këtil, pa më dyshje që në vetëdijen e njeriut, në vetëdijen e secilit prej nesh, ndërton edhe përforcon ato shtyllat kryesore të komponentës dhe arsyes më të madhe që njeriu duhet ta ruaj pozitivitetin e tij, i cili pozitivitet, nëse duhet thjesht si duhet unë ta shfaqi dhe ta zbatoj në jetën time, atëherë thot kështu: fillo me buzëqeshjen duke ja ndarë tjetrit që e takon në rrugë, të panjohurin që e takon në rrugë. Fillo me mënyrën e komunikimit tanë duke u përqendruar tek optimizmi i cili e përfaqëson jetën tonë. Fillo prej asaj pikpamjes, po e themi edhe filozofike të Samuel Becketit, i cili ka përmendur në romanin e tij dhe i përshkruan bukur mirë se edhe nata më e errët e ka mëngjesin edhe agimin e vet. Ose fillo me diçka që mund të jetë komponent, po e themi, e vlerave që ne i përcaktuam si kompetenca profesionale, do të thotë gjërat që unë i di, gjërat që mund t'i bëj, gjërat që mund t'i praktikoj, gjërat të cilat mund t'i zbatoj në jetën time, dhe krejt këtë energji pozitive duhet shoqëruar edhe me diçka, të shmangen njerëzit negativ, të shmangen njerëzit të cilët shpërndajnë, po e them, pesimizëm, të shmangen njerëzit të cilët në çdo bisedë të tyre përpos ankesës dhe përpos, po e themi, atij diskursit të përqendruar në gjërat të cilat i shohen si pengesa, unë kur thash që njeriu të fokusohet në atë që ka posedon, në atë që e ka për vete, qëllimin e kam se, krejt ky fokus i këtij përqendrimi në gjërat që unë i posedoj më përmbush në një farë mënyre. Për çka më përmbush? Më përmbush në segmentin e asaj që unë nuk jam në gjendje të numëroj gjitha ato vlera që i posedoj, e ku ngel të ndaj kohë edhe të harxoj, po e them, nga vëmendja ime, nga mënyra e të menduarit tim, që ndoshta në këtë univers kaq të madh të gjej kokrat e zallës, po e them, ose atyre guralecave të vegjël që mund të jenë pengesë e dikujt ose për diçka në procesin e formimit edhe zhvillimit tim si të tillë. Për atë arsye, unë kam bindjen dhe gjithmonë e ndaj si mendim që njeriu në momentin që përqendrimin e tij e ka në proceset e zhvillimit, cilat procese zhvillimore të tija, në proceset e zhvillimit, po e themi, kognitiv, emocional, pse jo edhe profesional, pse jo edhe social, sepse të gjitha këto, edhe e pesta është ajo që është e bazuar në veprimin ton, me siguri që këto vlera dhe këto komponenta të gjitha na japën arsyen kryesore të asaj që ne e përmendim, njeriu ta përmbush veten me optimizmin e nevojshëm, me pozitivitetin e tij, që të njëjtën energji për ta shpërndarë edhe tek të tjerët. Nëse e marrim atë që tham si buzëqeshje, është shumë veprim i vogël për dikë, megjithatë paramendojeni në këtë buzëqeshje që në pikpamjen fetare llogaritet edhe si lëmosh, llogaritet edhe si veprim i favorshëm, i sevapshëm për njeriu, merreni në kuptimin fiziologjik, çfarë ndodhen? Do thënë, fytyra e njeriu ka 70 muskuj, njeriu për të buzëqeshur lodhen vetëm 12 prej tyre, ndërsa për të mrolur lodhen 36, për të inatos 54, edhe krejt këto shkojnë me radhë, ose për ta shfaqur atë energji negative që e ka brenda vetes njeriu, si mlef, si inat, apo si mëri, edhe forma tjera, me siguri që krejt këto muskuj lodhen shumë më tepër. Çka do të thotë? Në procesin e natyrshmërisë që njeriu, i cili nuk e di, po e them, e fillon ditën me faktin që o Zot të falenderoj edhe për një mundësi që ta vërtetoj dhe ta dëshmoj veten se pse jam i dobishëm për shoqërinë, ose pse jam i dobishëm për familjen, ose pse jam i dobishëm për institucionin në të cilin unë punoj, mendoj se këto pika duhet të jenë përmbushja kryesore e asaj, apo e atij optimizmi që secili prej nesh ta ruajmë në vetvete, po edhe të njëjtin ta kultivojmë, ta reflektojmë, sepse fundja asgjë nuk humbim
në gatishmërinë tonë ose në përgatitjen tonë, po e themi individuale. Nuk do të thot tash të flasëm prej pozicionit se çfarë funksionesh kemi, çfarë rolesh kemi në shoqëri, por vetëm prej asaj pikës individuale njeriu ta filloj ditën ose ta filloj, po e themi, veprimin e tij, kontaktin e tij me të tjerët në një frym që jep shpresë, në një frym që zhvillon vullnetin tonë, në një frym që tregon gatishmërinë që veprimet tona të varen prej mënyrës se si jemi të formuar. Unë mendoj që në tërësi këto ndryshime për të cilat ne e kemi bindjen edhe e kemi shpresën se të njëjtat do na mundësojnë, po e themi, avansime shoqërore, do na mundësojnë përmirësime të asaj gjendjes deprivuese që ne e shohim në çdo hap, në çdo një individ, në sytë, në fytyrën e tij, kemi mundësi ta marrim atë porosinë e një lodhje shpirtërore, një shëndeti mendor i cili nuk ka stabilitetin e tij, një reziliencë pa mjaftueshme për t'u përballur me vështirësitë e momentit, të kohës, përvojave të jetës. Për atë arsye, këto përqëndrime psikologjike, po e them, ky vet organizimi i njeriut i mbështetur në ato vlera të cilat ai posedon, qoftë nga pikpamja ideore, qoftë nga pikpamja e tij njerëzore, për të dëshmuar diçka që unë e shoh shumë të rëndësishme. Atë që duhet dëshmuar është se njeriu është sikur ajo kokra e farës. Nëse kokrën e farës ne druajmë ta mbjellim, ta takojmë me tokën. Ka njerëz që mund të mendojnë kështu. Thotë kokra e farës është shumë e vlefshme. Dhe unë kam frikë ta takoj me tokën, me baltën, me errat që do fryjnë, me ujin që do e lag atë, për arsye se kjo duhet të ruhet edhe të kultivohet. Unë mendoj të kundërtën e kësaj. Njeriu është kokër fare e cila këtë potencial që e ka brenda dinamikës edhe gjenetikës së saj duhet mbjellur, duhet ballafaquar me tokën, me lagështin, apo me temperaturat e larta, sepse një kokër fare e cila e përjeton, po e themi, atë fuqinë e azotit dhe e merr prej plehrave të ndryshëm, edhe fuqinë e nitratit që e merr prej vetëtimës, dhe ai bashkime sjell këtë pemë dhe këtë dru i cili jep frutat, e tregon potencialin e tij, edhe njeriu pozitiv, edhe njeriu optimist për shoqërinë duhet ta ketë të njëjtin rol, jo të friksohet momenteve, jo të friksohet sfidave, jo të friksohet vështirësive, por ballafaqimin e tij të suksesshëm ta parashtrojë si një potencial përmes të cilit do të ngritet. Andaj, edhe ne mendojmë se në këtë paraqitje tonë dhe në këtë përpjekje tonë modeste për të dëshmuar rëndësinë e pozitivitetit dhe pse ai është kaq i rëndësishëm në jetën e njeriut, me siguri që mbështetet në potencialin dhe në besimin tonë se në esencë njeriu është i ndërtuar me natyrë të mirë. Kjo natyrë e mirë e ka për obligim që të reflektohet në pozitivitetin e tij gjatë gjithë jetës që ne e kemi përpara vetes.